personalisht gjatë kishte një nxënës kishte gabuar në provim një ushtrim, edhe kuptoi që nuk ishte bërë nga ai, po ishte bërë nga një inteligencë artificiale, se një njerëz që ka studiuar arrin dhe kupton kur e ke bërë ti apo ka bërë një inteligjencë artificiale, sidomos për gabimin që kishte. Shumë gjëra kuptohen tani, inteligjenca është e kuptueshme për ato që përdor, për gjuhën perfekte, për asnjë gabim, për përsëritjen që tani mua më duket dikur më pëlqente ajo përsëritja e frazave, tani më duket si e bezdisshme. Do thënë artificiale. Artificiale. Nxënësit nuk të besojnë. Unë debatova duke thënë e ke gabim. Dha e mori, duke më thënë jo, nuk je ti mirë profesore, nuk vetëm mirë profesore, nuk është kështu. Mbas 5 minuta të mira që po debatonim, gjithmonë me tona të ulta dhe të mirëkuptueshëm, më tha, po jo, profesore, se mua më tha ChatGPT-a që kështu bëj. Kështu që doli që e kishte përdorur. Edhe që atje kemi filluar një punë shumë të fortë për t'ju kuptuar, për t'ju bërë të kuptojnë nxënësve që po mund ta përdorni, se unë jam e para që gjatë studimeve e përdor si një ndim në kuptimin e pyet